Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, edhe një herë për të komentuar mbi çiftit që në fakt po e mban audiencën bërthyer për ekrani. Do të flas konkretisht për Selin Bollati edhe për Gimbo. Ju e dini shumë bukur që Selina dhe Gimbo kanë kaluar një ambient shumë të bukur në Prishtinë. Çifti vazhdon akoma të ndodhet në Kosovë, do me thënë Selina preferon siç duket jetën e natës në Prishtinë dhe dëshiron që këtë kohë të bukur ta kalon pranë Gimbos dhe pranë familjes së tij. Atmosfera e krijuar familjare, atmosfera e bukur familjare e bën që Selina dhe Gimbo vërtet të jenë të bekuar dhe vërtet të respektohen nga të dy anët. Do me thënë Selina gëzon një respekt të papar nga familja e Gimbos, por dhe respekton familjen e Gimbos, por edhe Gimbo respekton pafund familjen e Selinës. Dita e djeshme dhe dita e pardjeshme do me thënë e ka bërë publikun lëmsh. Një foto e krijuar me inteligjencën artificiale, do me thënë fotografia që Selina kishte bërë me vjerën, me kunatat, në vilën të cilën kishin shkuar për të kaluar një fundjavë të bukur, ku Selina kishte veshur një fustan të bardhë edhe duart i kishte komplet në këndin e majt. Fotoja ishte marrë dhe ishte punuar me inteligjencën artificiale, ngriti një kureshtje të jashtëzakonshme nga titujt e mëdha të portaleve që Selina është shtatzën. Realisht, lajmi është i rejshëm sepse fotoja është punuar me AI. Do me thënë duart nga ky pozicion me AI janë vënë tek pozicioni i ktill dhe Selina dukeshte që ishte shtatzën. Në fakt do të kishim dashur që të gjithë që të përjetonim një moment të tillë, do kishim dashur që të gjithë që të jetonim një moment të tillë, do me thënë të shijonim një moment të tillë, por Selina siç duket aktualisht një herë ka vendosur që të kënaqet me partnerin e saj, ta shijon momentin, ta njohin sa më shumë njëri tjetrin, ta jetojnë dashurinë, ta gëzojnë dashurinë, më pas do me thënë pas martese, se jam shumë i bindur që nëna e Gimbos, motrat e Gimbos nuk e lënë vëllain e tyre për hastret ta lënë pa dasëm, pas dasme me pa tjetër që do të ketë një surprizë të bukur dhe do të shijojmë të gjithë atë kënaqësi dhe pozitivitet që do të na falen Selina dhe Gimbo. Unë uroj me zemër që Zoti t'ju jap fëmijë, por në këto momente dhe pikërisht në këtë foto nuk ka asnjë gjë të vërtetë, do me thënë Selina nuk ka asnjë lajm të tillë, nuk ka një shtatzani, do me thënë janë thjesht fotografi të keq përdorura nga inteligjenca artificiale, të cilët do me thënë e sollën lajmin që të jetë me tituj gjigant. Titujt e portaleve thjesht e kanë shkruar si titull, por që Selina është shtatzën dhe pritet një fëmijë nga Gimbo dhe Selin, kjo është krejtësisht një lajm i rejshëm pikërisht në këtë kohë.